por edhe për të hapur kapitullin e ri të klasës së re politike shqiptare. Kjo është klasa politike që punon dhe nuk flet, që realizon dhe nuk premton. Klasa politike që do të ndërtojë imazhin e shqiptarëve europian nga Likova deri në Pres. Jam sonte këtu jo vetëm për mikun tim Bilalin, sepse Bilali është i paarritshëm në këtë garë, por jam këtu edhe për të thënë se çajiret e tova janë dy flamurët e kësaj fitore dhe kësaj historie të politikës shqiptare në vendin tonë. Nga e hëna, sfida jonë nuk është më AKI, sepse nga e hëna nuk do të din as sa janë e as kush janë, por nga e hëna për ne fillon një periudhë e re, ku shqiptarëve do u japim përfaqësim të ri dhe drejtues të ri. Ky është premtimi jonë më i madh, krijimi i perspektivës dhe të ardhmës për të rinjt, ndërtimi dhe rindërtimi i vendbanimeve tona, dhe qeverisje e përgjithshme, llogaridhënëse dhe që realizon detyrimet e marra. Të dyën ky vullnet për ndryshim do të vuloset përfundimisht dhe do të legjitimohet fryma e re e liderëve modern që fjalën e dhënë e kanë amanet dhe nder.